Imagjinoni se ndodheni në një dhomë plot me njerëz. Ndjeni ngrohjen e trupave përreth jush. Ndjeni temperaturën që rritet kur shumë persona grumbullojnë në një hapësirë të vogël. Tani imagjinoni se çdo person në atë dhomë papritmas zhduket. Çdo trup që lëshonte nxehtësi, çdo burim energjie. Por këtu është çështja që ka çmendur gjenerata fizikanësh. Nëse largoni çdo burim nxehtësie, a do të thotë se dhoma automatikisht bëhet e ftohtë? Logjika jone e përditshme thot po, por bota reale thot diçka krejtësisht tjetër. Në këtë moment, ndërsa leconi këto fjalë, ju ndodheni brenda një atmosfere që përmban 33 trilion molekula ajri në çdo centimetër kub. Këto molekula godasin lëkurën tuaj miliona herë në sekond. Ato bartin nxehtësinë. Ato krijojnë atë që ne e quajmë temperaturë. Por çfarë ndodh kur nuk ka asgjë që të godas? Çfarë ndodh kur hapësira është krejtësisht bosh? Në vitin 1876, fizikani anglez James Dewar punonte në Universitetin e Cambridge-it mbi një problem që dukej i thjeshtë. Si të ruajë lëngje në temperatura shumë të ulta? Ai krijoi një enë me 2 mure me vakum midis tyre. Pa molekula ajri që të bartin nxehtësinë, pa rrugë për energjinë termike të kalojë nga jashtë brenda. Dewar mendonte se kishte zgjidhur një problem inxhinierik, por në fakt, ai kishte zbuluar diçka shumë më thellë. Ai kishte treguar se vakumi nuk është thjesht mungesa e ajrit. Vakumi është mungesa e vetë mekanizmit që ne e quajmë temperaturë. Sepse temperatura nuk është vetit e hapësirës. Temperatura është një veti e materjes që ekziston në hapësirë. Tani mendoni për dielin. Në bërthamën e tij, 600 milion ton hidrogjen shtrohen në helium çdo sekond. Temperatura atje arrin 15 milion gradë Celsius. Në sipërfaqe, në atë që ne e quajmë fotosferë, temperatura bie në rreth 5500 gradë. Energjia nga ky zjarr termonuklear udhëton në përhapësirë në formën e rrezatimit elektromagnetik. Drita që ndriçon. Rrezet infrat kuqe që ngroh, rrezet ultraviolete që djegin. Por këtu është paradoksi i çmendur. Ndërmjet diellit dhe tokës, në atë hapësirë të pafund të zbrazët, temperatura është minus 270 gradë Celsius. Vetëm 3 gradë mbi zeros absolute. Një nga vendet më të ftohta në të gjithë universin ekziston pikërisht midis burimit më të fuqishëm të nxehtësisë në sistemin ton diellor dhe planetit ton. Si është e mundur kjo? Si mund të udhëtojë energji nga një vend me 15 milion gradë drejt një vendi me 15 gradë duke kaluar nëpër një zonë me minus 270 gradë? Përgjigjja qëndron në një keqkuptim themelor që të gjithë ne e mbajmë për natyrën e nxehtësisë. Ne mendojmë se nxehtësia është diçka që mbush hapësirën. Ne imagjinojmë se nxehtësia rrjedh si ujë duke depërtuar në çdo vrim dhe hapësirë. Por kjo është krejtësisht e gabuar. Nxehtësia nuk është një substancë. Nxehtësia nuk është një lëng i padukshëm. Nxehtësia është thjesht lëvizja e molekulave, dhe kur nuk ka molekula, nuk ka temperaturë. Imagjinoni një sallë koncertesh bosh, pa njerëz, pa instrumenta, pa asgjë. Nëse dikush ju pyet, çfarë muzike po luhet këtu? Ju do të thoni asnjë. Nuk ka kuptim të flitet për muzikë në një hapësirë pa burime tingulli. E njëjta gjë vlen për temperaturën në vakum. Të pyesësh sa e nxehtë është vakumi, është si të pyesësh sa e fortë është heshtja. Pyetja vetë nuk ka kuptim. Sepse temperatura është një masë e energjisë kinetike mesatare të grincave në një sistem. Kur nuk ka grinca, fjala temperaturë humbet kuptimin e saj. Por përsëri shfaqet një pyetje që duket magjepsëse. Nëse hapësira nuk ka temperaturë, si mund të thuash se është minus 270 gradë? Kjo është pika ku fillojmë të kuptojmë diferencën midis rrezatimit dhe përqimit. Ka 3 mënyra se si energjia termike mund të udhëtojë. E para është përqimi, kur molekullat godasin njëra tjetrën. Kur e vendosni dorën në një tigan të nxehtë, elektronet në tigan godasin elektronet në lëkurën tuaj. Energjia kalon drejt për drejt nga trup në trup. E dyta është konveksioni, kur molekullat e nxehta lëvizin në vende të ftohta. Kur ajri i nxehtë ngrihet dhe ajri i ftohtë zbret, molekulat transportojnë energjinë me vete. E treta është rrezatimi, kur objektet e nxehta lëshojnë valë elektromagnetike. Kjo është mënyra se si dieli na ngroh.
Dhe kjo është mënyra e vetme që funksionon në vakum. Në vitin 1900, fizikani gjerman Max Planck zbuloi diçka revolucionare. Ai tregoi se çdo objekt që ka temperaturë mbi zero absolute lëshon rrezatim elektromagnetik. Jo sepse vendos ta bëj, jo sepse ka vendosur të ndajë energjinë e tij, por sepse ligjet e termodinamikës e detyrojnë ta bëj. Elektronet në atomet e objektit lëvizin dhe dridhen. Çdo ngarkesë elektrike që përshpejton krijon valë elektromagnetike. Sa më i nxehtë objekti, aq më shpejt lëvizin elektronet. Sa më shpejt lëvizin elektronet, aq më të shkurtra janë valët që lëshojnë. Një trup me temperaturë dome lëshon kryesisht valë infrat kuqe. Një metal i kuq i nxehtë fillon të lëshojë dritë të dukshme. Dielli me 5500 gradë lëshon një përzierje të gjithë spektrit që ne e shohim si dritë të bardhë. Këtu është pika kyçe që shpjegon paradoksin. Kur flasim për temperaturën e hapësirës kozmike, ne nuk po flasim për temperaturën e vakumit vetë. Ne po flasim për temperaturën që do të arrinte një objekt i vendosur në atë hapësirë pasi të ekuilibrojë me rrezatimin përreth. Mendoni për një termometër që flukturon në hapësirë midis tokës dhe diellit. Ky termometër do të përthithte rrezatim nga dielli. Do të përthithte rrezatim nga yjet e largëta, do të përthithte edhe rrezatimin kozmik të sfondit, ato valë mikrovalë që mbeten nga Big Bangu. Dhe njëkohësisht, termometri vetë do të lëshonte rrezatim. Temperatura që do të tregonte termometri do të ishte pika ku energjia që thith barazohet me energjinë që lëshon. Dhe ajo pikë, larg nga çdo ill, larg nga çdo burim i madh rrezatimi, është afërsisht -270 gradë Celsius. Në vitin 1965, dy fizikan amerikan, Arno Penzias dhe Robert Wilson, po punonin me një antenë radio gjigante në New Jersey. Ata po përpiqeshin të matin sinjale nga galaktikat e largëta. Por pavarësisht ku e drejtonin antenën, ata mbanin duke marrë një zhurmë konstante, një fshes elektromagnetike që vinte nga çdo drejtim. Në fillim menduan se ishte një problem me pajisjen, madje pastuan jashtëqitjet e pëllumbave nga brenda antenës, por zhurma vazhdonte. Ajo që ata kishin zbuluar pa dashur ishte rrezatimi kozmik i sfondit. Shkëlqimi i zbethi Big Bangut që ende mbush universin. Temperatura e këtij rrezatimi është -270.5 gradë Celsius. Dhe kjo është temperatura që përcakton sa i ftohtë është universi sot. Por pse pikrisht -270 gradë? Përgjigja lidhet me shtrirjen e vet universit. Kur universi ishte i ri, ai ishte i vogël, i dendur dhe shpërtyeshëm i nxehtë. Çdo centimetër kub i hapësirës ishte plot me rrezatim. Fotone që godisnin grimcat me fuci të jashtëzakonshme, por ndërsa universi u zgjerua, rrezatimi u hollua. Valët elektromagnetike u shtrin, gjatësitë e valëve u bën më të gjata dhe energjia e secilit foton ra. Sot, pas 14 miliard vjetësh shtrirjeje, ato fotone që dikur ishin rrezet gama intense, tani janë mikrovalë të dopta. Dhe temperatura që korespondon me këtë nivel energjie është pak më shumë se zeros absolute. Tani kthehemi te dielli. Çdo sekond, sipërfaqja e diellit lëshon energji ekuivalente me 4 milion ton masë të zhderruar në dritë, sipas ekuacionit të Einsteinit. Kjo energji udhton nëpër hapësirë me shpejtësinë e dritës, 300.000 km në sekond. Por dhe këtu është pjesa që shkput intuitat tona. Energjia nuk ngroh hapësirën që përcilet përmes saj. Fotonët që largohen nga dielli nuk godasin asgjë, nuk ka molekula ajri që të nxehen, nuk ka atom që të përthith energjinë. Rrezatimi thjesht udhton nëpër vakumin e ftohtë pa e prekur atë. Është si të gjuash një plumb përmes një dhome bosh. Plumbi bart energji kinetike, por dhoma nuk bëhet më e nxehtë, thjesht sepse plumbi fluturoi nëpër të. Por çfarë ndodh kur ky rrezatim godet diçka? Kur godet tokën, për shembull. Këtu fillon magjia e përthithjes dhe riemitimit. Sipërfaqja e tokës përthith fotonët që vijnë nga dielli. Atomet në shkëmbin, në ujë, në bim, fillojnë të lëvizin më shpejt. Temperatura rritet. Toka vetë bëhet një burim rrezatimi. Ajo lëshon valë infrat kuqe kryesisht, sepse temperatura e saj është shumë më e ulët se ajo e diellit. Dhe kjo është arsyeja pse kemi klimë. Atmosfera jon, plot me azot, oksigjen, dioksid karboni, përtit një pjesë të këtij rrezatimi infrat të kuq. Molekulat e gazit godasin njëra tjetrën duke shpërndar nxehtësinë.
Kjo është përqimi dhe konveksioni në veprim, dhe kështu ajri përreth nesh merr temperaturën që ne ndjejmë si komode për jetën. Por një astronaut që flukturon jashtë stacionit hapësinor përjeton diçka krejtësisht të ndryshme. Nga njëra anë e trupit të tyre e ekspozuar drejt për drejt ndaj diellit, temperatura mund të arrijë 120 gradë Celsius. Kostumi fillon të përtit rrezatimin diellor intensivisht. Nga ana tjetër, në hije, larg nga dielli, temperatura bie në -100 gradë. Në të njëjtin trup, në të njëjtën kohë, ndryshime vjetra grad, sepse pa atmosferë që të përzejnë nxehtësinë, pa molekula që të bartin energjinë nga një vend në tjetrin, çdo sipërfaqe kthehet në një ishull i izoluar termikisht. Ai thith atë që godet, ai lëshon atë që mund, dhe asgjë në mes nuk bart temperaturën. Kjo është arsyeja pse kostumi hapësinor ka sisteme shtresore komplekse. Shtresa e brendshme ka tuba të mbushur me ujë që qarkullon. Uji thith nxehtësinë e prodhuar nga metabolizmi i astronautit. Pastaj, ai ujë kalon nëpër radiator që lëshojnë infrat të kuqe në hapësirë. Sistemi nuk mund të mbështetet në ajër për të hequr nxehtësinë, sepse jashtë nuk ka ajër. Ai duhet të përdorë të njëjtin mekanizëm që përdor dielli, rrezatimin. Kjo është mënyra e vetme që funksionon kur je i rrethuar nga -270 gradë, që nuk janë vërtet të ftohtë, por thjesht mungojnë aftësinë për të qenë gjë tjetër. Ndërsa po lexoni këto fjalë, trupi juaj është një makinë termike e përsosur. Në çdo sekond, zemra juaj pompon 5 litra gjak nëpër 60.000 milje enësh të gjakut. Çdo qilis djeg glukozë dhe krijon nxehtësi. Muskujt tuaj dridhen në nivel mikroskopik duke prodhuar energji termike. Ju jeni një furrë biologjike që lëshon 100 watt fuqie në çdo moment. Por pse nuk mbi vleheni? Pse temperatura juaj qëndron stabile në 37 gradë? Përgjigja qëndron në 3 mekanizma fizike që punojnë njëkohësisht: përqimi, konveksioni dhe rrezatimi. Të tre veprojnë tani, në këtë moment, duke larguar nxehtësinë nga lëkura juaj dhe duke e dërguar në botën përreth. Por fuqia e tyre relative ndryshon në mënyra që kanë shpëtuar jetë dhe kanë vrarë njerëz në kushte ekstreme. Fillojmë me përqimin. Mendoni për një herë të fundit kur e prekët një objekt metalik në një dimër të ftohtë. Ai ndjehej shumë më i ftohtë se ajri përreth, megjithse të dy kishin të njëjtën temperaturë. Pse? Sepse metali është përcjellës i shkëlqyer termik. Atomet e metalit janë të rreshtuar në rreta kristalore të përpikta. Kur elektronet në sipërfaqen e metalit godasin elektronet në lëkurën tuaj, ato transferojnë energji me efikasitet të lartë, dhe ajo energji shpërndahet shpejt nëpër të gjithë metalin, duke tërhequr gjithnjë më shumë nxehtësi nga dora juaj. Por kur e prekni dru në të njëjtën temperaturë, nuk ndiheni kaq i ftohtë, sepse druri është izolues. Atomet e tij janë të lidhura në struktura organike komplekse me shumë hapësirë ajri mes tyre. Energjia kalon më ngadalë. Dora juaj nuk humbet nxehtësi me shpejtësi të njëjtë. Ky dallim ka shpëtuar jetë në kushte ekstreme. Në vitin 1943, gjatë luftës së dytë botërore, pilotët që rrëzoheshin në oqeanin e ftohtë të Atlantikut vdisnin nga hipotermia brenda minutash. Uji në 0 gradë tërhiqte nxehtësinë nga trupat e tyre 25 herë më shpejt se ajri në të njëjtën temperaturë. Jo sepse uji ishte më i ftohtë, por sepse uji është përcjellës shumë më i mirë. Çdo centimetër katror i lëkurës së ekspozuar humbis një nxehtësi me shpejtësi që metabolizmi nuk mund ta kompensonte. Temperatura e brendshme binte, zemra ngadalsohej, truri pushonte sa funksionuari, dhe gjithë kjo ndodhte jo sepse njeriu ishte në ambient shumë të ftohtë, por sepse mekanizmi i përqimit funksiononte me efikasitet vdekjeprurës. Por përqimi ka një kufizim themelor. Ai punon vetëm midis objekteve që prekin njëri tjetrin. Kur dy sipërfaqe janë në kontakt, elektronet në njërin mund të godasin elektronet në tjetrën, por kur ka hapësirë midis tyre, përqimi ndalon. Këtu hyn në lojë konveksioni. Mendoni për një kusi uji në zjarr. Uji në fund të kusisë nxehet i pari. Molekulat e ujit fillojnë të lëvizin më shpejt dhe ndërsa lëvizin më shpejt, ato shtyjnë njëra tjetrën më larg. Dendësia e ujit të nxehtë bie. Ai bëhet më i lehtë se uji i ftohtë mbita dhe ligjet e fizikës bëjnë atë që duhet të bëjnë. Uji i nxehtë ngrihet. Uji i ftohtë zbret. Një rrym qarkulluese formohet.
Uji i ftohtë nga sipër bie në fund, nxehet dhe ngrihet përsëri. Cikli vazhdon derisa i gjithë uji arrin të njëjtën temperaturë. Ky proces quhet konveksion dhe ai është arsyeja pse mund të ngroni një dhomë me një radiator në një cep. Ajri pranë radiatorit nxehet, dëndësia e tij bie. Ai ngrihet drejt tavanit. Ajri i ftohtë nga ana tjetër e dhomës rrëshqet përgjatë dyshemes drejt radiatorit. Formohet një qarkullim i vazhdueshëm, dhe nëse prisni mjaftueshëm, e gjithë dhoma arrin temperaturë të barabartë pa pasur nevojë të prekni çdo molekul ajri individualisht. Por konveksioni ka një kërkesë absolute. Ai nevojitet një mjedis që mund të rrjedhë, gaz ose lëngje, diçka që mund të lëviz lirisht në hapësirë. Në vakum, konveksioni është i pamundur. Nuk ka molekula që të ngrihen ose të bien, nuk ka rrym që të formojë cikle, dhe këtu shfaqet mekanizmi i tretë, rrezatimi. Mënyra e vetme që energjia mund të udhëtojë nëpër vakumin e plotë, kthehuni me mengjen në tokë para 4 miliardë gjysmë vjetësh. Planeta sapo është formuar nga diska e pluhurit dhe gurëve përreth diellit të ri. Sipërfaqja është një oqean lave të shkrira. Temperatura arrin 1000 gradë. Nuk ka atmosferë, nuk ka ujë, nuk ka jetë. Por edhe në këtë ferë të nxehtë, ligjet e termodinamikës vazhdojnë të funksionojnë. Sipërfaqja e tokës lëshon rrezatim, valë elektromagnetike që barten energji larg në hapësirë. Jo sepse dikush vendosi të krijojë një sistem ftohës, por sepse nuk mund të ndodhë ndryshe. Çdo objekt mbi zero absolute duhet të rrezatojë. Është pasojë direkte e ekuacioneve të Maxwellit për elektromagnetizmin. Por këtu fillon një nga zbulimet më të çuditshme të fizikës moderne. Në fund të shekullit të 19, fizikanët provuan të llogaritsin saktësisht se sa rrezatim lëshon një objekt i nxehtë në frekuenca të ndryshme. Ata përdorën ligjet klasike të termodinamikës. Ata supozuan se energjia mund të ndahet në pjesë sa të vogla sa të duash, dhe rezultatet ishin katastrofike. Ekuacionet parashikonin se çdo objekt duhet të lëshojë sasi të pafundme energjie në frekuencat ultraviolete dhe më të larta. Një thëngjil i nxehtë duhet të shkëlqejë më ndritshëm se një bombë bërthamore. Një trup njerëzor duhet të lëshojë rrezatim mortal. Qartazi, diçka ishte gabim me teorinë. Në vjetor të vitit 1900, Max Planck prezantoi një zgjidhje revolucionare. Ai propozoi se energjia nuk mund të ndahet në çfarëdo vlere. Energjia vjen në paketa të vogla, diskrete, të quajtura kuanta. Madhësia e secilit kuant varet nga frekuenca e valës. Frekuencat e larta kërkojnë kuanta më të mëdha dhe ka një limit statistikor për sa kuanta mund të prodhojë një objekt në një temperaturë të caktuar. Kjo do të thotë se në frekuencat ultraviolete dhe më të larta, një objekt thjesht nuk ka energji të mjaftueshme për të lëshuar shumë kuanta. Rrezatimi bie në vend të shpërthej. Katastrofa ultraviolete shmangej, por çmimi ishte i lartë. Fizika duhet të pranonte se energjia nuk është e vazhdueshme. Realiteti në nivelin më themelor është i grimcuar, i ndezur dhe i fikur në njësi të vogla diskrete. Dhe kjo zbulim çoi drejt për drejt në mekanikën kuantike, revolucionin më të madh në historinë e fizikës. Por për qëllimin ton, formula e Planckut thotë diçka të thjeshtë dhe të fuqishme. Ajo na tregon saktësisht se sa rrezatim lëshon një objekt në çdo frekuencë bazuar në temperaturën e tij. Dhe kur e zbatoni këtë formullë në diel, ju merrni një rezultat që përputhet me vëzhgjimet me saktësi të mahnitshme. Dieli lëshon më së shumti në pjesën e dukshme të spektrit, drita që sytë tan evoluan për të parë. Jo rastësisht, por sepse kjo është drita që një objekt me temperaturën e sipërfaqes së dielit duhet të lëshojë më shumë. Toka, me temperaturë mesatare 15 gradë, lëshon kryesisht në infrat të kuq, valë më të gjata, më pak energjike, valë që sytë tan nuk mund t'i shohin, por që pajisjet termike mund t'i detektojnë lehtësisht. Tani imagjinoni një eksperiment mendor. Vendosni 2 topa në hapësirë, larg nga çdo ill. Njëri top është i zi i përsosur. Ai thith çdo rrezatim që godet. Topi tjetër është pasqire përsosur. Ai reflekton çdo rrezatim pa përthithur asgjë. Çfarë do të ndodhë me temperaturat e tyre? Logjika jone e përditshme mund të sugjerojë se topi i zi do të nxehet më shumë sepse thith energjinë. Por realiteti është më i çuditshëm. Në ekuilibër, të 2 topat do të arrijnë të njëjtën temperaturë,
minus 270 gradë. Sepse topi i zi që thith më shumë rezatim, gjithashtu lëshon më shumë rezatim. Një sipërfaqe e zezë është jo vetëm përthithse e mirë, por edhe emetuesi mirë. Ligjet e termodinamikës kërkojnë që shpejtësia e përthithjes dhe shpejtësia e emitimit të balancohen në mënyrë të tillë që temperatura mbetet e njëjtë. Kjo quhet ligji i Kirchhoffit i rrezatimit, dhe ai ka pasoja të mahniqme. Ai thotë se një objekt që është përthithës i mirë në një gjatësi vale të caktuar, duhet të jetë gjithashtu emitues i mirë në të njëjtën gjatësi vale. Ju nuk mund të keni njërin pa tjetrën. Kjo është arsyeja pse veshjet e bardha ju mbajnë më të freskët në diell, jo sepse e bardha ka ndonjë veti magjike ftose, por sepse pëlhura e bardhë reflekton dritën e dukshme nga dielli në vend që ta përthith. Më pak energji hyn dhe për shkak të ligjit të Kirchhoffit, më pak energji del gjithashtu. Por meqense hyrja është më e ulët, temperatura mbetet më e ulët. Në të njëjtën kohë, rroba e zezë thith më shumë dritë diellore, temperatura rritet dhe megjithse pëlhura e zezë lëshon më shumë rezatim infrat të kuq, ajo nuk mjafton për të kompensuar rritjen e hyrjes. Rezultati neto është që ju ndjeni më i nxehtë. Kjo dinamik bëhet kritike në inxhinierin hapësinore. Një satelit që rrotullohet rreth tokës përjeton cikle ekstreme. Kur është në anën e diellit, sipërfaqja e tij përthith rezatim të fuqishëm. Temperatura mund të rritet mbi 100 gradë. Kur kalon në hije pas tokës, hyrja ndalon, por sateliti vazhdon të lëshojë rezatim. Temperatura bie shpejt. Ndryshimet termike të përsëritura mund të shkaktojnë plasaritje të materialeve, dështim të komponenteve elektronik dhe humbje të misionit. Prandaj inxhinierët hapësinor përdorin një teknik të quajtur kontroll termik pasiv. Ata mbështjellin pjesë të satelitit me fletë të arta shumë të holla, jo për bukuri, por sepse ari reflekton infrat të kuq në mënyrë efektive. Kur sateliti fillon të mbishëhet, shtresa e artë pengon energjinë të largohet në hapësirë. Kur sateliti fillon të mbiftohet, shtresa lejon më shumë energji të shpëtojë. Sistemi vetë rregullohet pa nevojë për energji shtesë ose për pjesë lëvizse. Por edhe me të gjitha këto teknika, shumë satelit kërkojnë ftohës aktiv, pajisje që përdorin energji për të lëvizur nxehtësinë nga një vend në tjetrin. Në stacionin ndërkombëtar hapësinor, panele gjigante radiatori mbahen në hije nga dielli. Uji i nxehtë nga brendësia e stacionit pompohet nëpër tyre. Radiatorët lëshojnë infrat të kuq në hapësirë me shpejtësi të mjaftueshme për të mbajtur temperaturën e brendshme në nivele të sigurta. Pa këta radiator, sistemi elektronik i stacionit do të mbinxehej dhe do të dështonte brenda orësh. Me to, astronautët mund të jetojnë dhe punojnë në një nga ambientet më ekstreme që njeriu ka ndërtuar ndonjëherë. Tani kthehuni në tokë. Kthehuni në atmosferën që ju mbështjell. Në çdo moment, atmosfera jon absorbon rezatim nga dielli dhe lëshon rezatim në hapësirë. Por ajo nuk i bën këto gjëra në mënyrë të barabartë në të gjitha gjatësitë e valës. Oksigjeni dhe azoti që përbëjnë 99% të atmosferës janë pothuajse plotësisht transparente ndaj infrat të kuq. Rezatimi infrat të kuq kalon përmes tyre si drita në përqelq, por dioksidi i karbonit, avulli i ujit dhe metani janë të ndryshëm. Këto molekula kanë forma specifike që rezonojnë me frekuenca specifike të rezatimit infrat të kuq. Kur një foton me energjinë e duhur godet një molekul dioksidi karboni, molekula fillon të dridhet. Ajo thith energjinë e fotonit. Pastaj, pas një kohe të shkurtër, ajo rilshon një foton tjetër në një drejtim të rastësishëm. Ky proces quhet përthithje dhe riemitim, dhe ai ka një efekt dramatik mbi bilancin termik të tokës. Pa gaze serë, toka do të lëshonte të gjithë rezatimin infrat të kuq drejt për drejt në hapësirë. Temperatura mesatare e sipërfaqes do të ishte rreth -18 gradë Celsius. Toka do të ishte një sferë ngrirë e mbulluar me akull. Por me gazet serë, një pjesë e mirë e rezatimit infrat të kuq përthithet dhe rilshohet në të gjitha drejtimet. Disa prej tij kthehet në sipërfaqe. Kjo energji shtesë ngrit temperaturën mesatare në 15 gradë. Diferenca midis një planeti të ngrirë dhe një planeti me oqeane të lëngshme është vetëm 33 gradë. Por këto 33 gradë janë diferenca midis jetës dhe vdekjes për shumicën e llojeve në tokë. Tani, imagjinoni se shtoni më shumë dioksid karboni në atmosferë, më shumë molekula që përfithin infrat të kuq, më shumë energji që kthehet në sipërfaqe në vend që të largohet në hapësirë. Temperatura rritet, jo sepse dielli po lëshon më shumë energji,
por sepse toka po e humb atë energji më ngadalë. Është si të mbështillni veten me një batanie shtesë. Metabolizmi juaj nuk ndryshon, por trupi juaj humbet nxehtësi më ngadalë. Temperatura e lëkurës suaj rritet derisa arrin një ekuilibër të ri. Kjo është shkenca bazë e ngrohjes globale, jo një teori e diskutueshme, por një pasojë drejt për drejt e ligjeve të njohura të fizikës që janë testuar miliona herë në laborator dhe në natyrë. Por atmosfera e tokës bën edhe diçka tjetër. Ajo krijon konveksion në shkallë planetare. Ekuatori merr më shumë rrezatim diellor se polët. Ajri ekuatorial nxehet, dendësia e tij bie. Ai ngrihet lart në troposferë. Ajri i ftohtë nga gjerësitë më të larta rrihet drejt ekuatorit për të zvendësuar atë që u ngrit. Por toka rrotullohet dhe rrotullimi krijon forca Coriolis'i që shtrembrojnë rrjedhën e ajrit. Në vend të një qarkulli të thjeshtë nga ekuatori drejt polëve, formohen zona komplekse të errave. Era tregtare, erra perëndimore, errat polare lindore. Çdo zonë bart energji nga vende të nxehta drejt vendeve të ftohta. Pa këtë transport konvektiv, ekuatori do të ishte shumë më i nxehtë dhe polët shumë më të ftohta se sa janë tani. Oqeanet luajnë një rol të ngjashëm. Uji ka një kapacitet shumë të lartë nxehtësie specifike. Kjo do të thotë se duhet shumë energji për të rritur temperaturën e ujit me 1 gradë. Për krahasim, toka ose ajri nxehen dhe ftohen shumë më shpejt. Kjo veti bën që oqeanet të veprojnë si rezervuar gjigant termik. Ata thithin energji gjatë verës dhe e lëshojnë atë gjatë dimrit. Rrjedhat oqeanike transportojnë ujë të nxehtë nga ekuatori drejt rajoneve polare. Rryma e gjirit, për shembull, lëviz vjetra milion metra kub ujë në sekond nga gjiri i Meksikës drejt Evropës veriperëndimore. Ajo bart më shumë energji se të gjitha termocentralet në botë të marra së bashku. Dhe kjo energji është arsyeja pse Islanda, megjithse ndodhet pranë rrethit polar arktik, ka klimë më të butë se shumë vende në gjerësi, shumë më të ulta. Ktheuni përsëri te astronauti në hapësirë. Ktheuni te paradoksi i temperaturave ekstreme në të njëjtin trup. Kostumi i tyre po lufton kundër një çekuilibri fundamental. Nga njëra anë, dielli po dërgon 1300 watt për metër katror rrezatim. Nga ana tjetër, hapësira po tërheq energji me shpejtësi të përcaktuar, nga temperatura e sipërfaqes së kostuimit dhe nga emitueshmëria e tij. Nëse kostumi ishte i zi i përsosur, ai do të arrinte një temperaturë ekuilibri rreth 90 gradë në dritën e drejtë për drejtë të diellit. Por kostumi nuk është i zi. Ai ka shtresa të bardha reflektuese që shtyjnë energjinë hyrëse. Ai ka shtresa të brendshme që izolojnë, dhe ai ka një sistem aktiv ftohësi që mund të heqë deri në 500 watt nxehtësie nga trupi i astronautit. Megjithatë, sistemi ka kufizime. Nëse astronauti punon shumë rënd, metabolizmi i tyre mund të prodhojë më shumë nxehtësi se ç'mund të heqë sistemi. Temperatura e brendshme fillon të rritet. Gjerësitja nuk ndihmon sepse ajo mbështetet në avullimin që heq nxehtësi. Por avullimi kërkon presion atmosferik. Në vakumin e hapësirës, gjerësitja thjesht i nxjerr lëngjet nga trupi pa ftohur asgjë. Prandaj astronautët duhet të planifikojnë aktivitetet e tyre me kujdes, të bëjnë pushime të shpeshta, të monitorojnë temperaturën e trupave të tyre vazhdimisht. Sepse mbinqeja në një kostum hapësinor mund të jetë fatale, edhe kur jeni të rrethuar nga hapësira më e ftohtë në univers. Kjo na kthen te një nga paradokset më të thella të fizikës termike. Temperatura nuk është gjë që hapësira ka. Temperatura është gjë që objektet marrin kur ndërveprojnë me rrezatimin në atë hapësirë. Dy objekte në të njëjtin vend mund të kenë temperatura shumë të ndryshme në varësi të ngjyrës së tyre, formës së tyre, orientimit të tyre dhe aftësisë së tyre për të përquar nxehtësinë brenda vetes. Ky është arsyeja pse sondat hapësinore që shkojnë pranë diellit duhen të dizajnohen me kujdes ekstrem. Sonda Parker Solar Probe, e nisur në vitin 2018, fluturon brenda atmosferës së jashtme të diellit. Mburoja e saj termike përballet me temperatura që arrin 1400 gradë Celsius. Por vetëm disa centimetra pas mburojës, instrumentet shkencor funksionojnë në temperatura normale dhome. Sepse mburtoja është dizajnuar për të reflektuar pothuajse të gjithë rrezatimin e drejtë për drejtë. Dhe sepse vakumi midis mburojës dhe instrumenteve parandalon përqimin. Energjia nuk mund të kalojë drejt për drejt. Ajo duhet të udhtojë rreth skajeve, duke humbur intensitet në rrugë.
Merrni një moment për të përthitur këtë fakt. Një makineri njerëzore po fluturon nëpër një mjedisi ku rrezatimi është aq intensiv sa mund të shkrijë çelik në sekonda. Por pjesët e saj të brendshme qëndrojnë të ftohta, jo sepse kemi gjetur ndonjë material magjik, por sepse kemi kuptuar thellë se si energjia lëviz nëpër hapësirë dhe si ta ndalojmë atë lëvizje. Kjo është fitoria e fizikës. Aftësia për të parashikuar, për të projektuar, për të kontrolluar mjediset që natyra nuk ka krijuar kurrë, dhe gjithçka bazohet në 3 mekanizma: përcimi, konveksioni, rrezatimi. 3 mënyra që energjia kalon nga vendet e nxehta në vendet të ftohta, duke punuar gjithmonë drejt ekuilibrit. Por çfarë ndodh kur ekuilibri nuk arrihet kurrë? Çfarë ndodh kur sistemi vazhdon të marrë energji pa një mënyrë për ta hequr atë? Mendoni për Venusin. Një planet pothuajse identik me Tokën në matësi dhe masë, por Venusi ka një atmosferë 90 herë më të dendur se Toka, një atmosferë gati tërësisht e dioksidit të karbonit. Rrezatimi i diellit kalon nëpër atmosferë dhe ngroh sipërfaqen. Sipërfaqja lëshon infrat të kuq, por infrat të kuq nuk mund të shpëtojë. Ai përthithet dhe rilëshohet nga shtresat e dendura të gazit, përsëri dhe përsëri. Energjia mbetet e bllokuar dhe temperatura e sipërfaqes rritet derisa arrin 470 gradë Celsius, mjaftueshëm për të shkrirë plumbin. Venusi është një mësim për atë që ndodh kur efekti i serës i kën jashtë kontrollit. Tani imagjinoni një planet në skajin tjetër, Marsi, me një atmosferë vetëm 1% të densitetit të Tokës. Presioni në sipërfaqe është aq i ulët sa uji i lëngshëm nuk mund të ekzistojë. Çdo pikë uji menjëherë avullon ose ngrin. Atmosfera e hollë e Marsit nuk mund të transportojë shumë nxehtësi nëpër konveksion. Temperatura në sipërfaqe luhatet nga -120 gradë natën deri në 20 gradë ditën në ekuator. Ndryshime ekzistenciale. Ndryshime që bëjnë jetën siç e njohim ne, pothuajse të pamundur. Sepse jeta kërkon stabilitet, kërkon ujë të lëngshëm, kërkon një mjedis ku temperatura nuk ndryshon në mënyrë ekstreme brenda orëve. Toka ndodhet në zonën e artë, as shumë afër diellit, as shumë larg, me një atmosferë as shumë të dendur, as shumë të hollë, me oqeane që moderojnë temperaturat, me një cikël karboni që rigjenere bilancin e gazeve serë në shkallë kohore gjeologjike, dhe me një fushë magnetike që na mbron nga era diellore, zhjeve e grimkave të ngarkuara që ndryshe do të gëzhjente atmosferën tonë. Të gjitha këto faktorë punojnë së bashku për të krijuar një mjedis ku mekanizmat e transferimit të energjisë funksionojnë në mënyrë që mbështet jetën. Jo sepse universi u projektua për ne, por sepse ne evoluam për të përfituar nga kushtet që rastësisht ekzistojnë. Dhe kështu kthehemi te pyetja origjinale. Pse hapësira është -270 gradë kur dielli është 15 milion gradë? Sepse temperatura nuk është një substancë që mbush hapësirën. Temperatura është një përshkrim statistikor i energjisë kinetike mesatare të grimkave. Kur nuk ka grimca, koncepti i temperaturës së hapësirës humbet kuptimin. Por kur vendosni një objekt në atë hapësirë, ai objekt ndërvepron me rrezatimin që e rrethon, dhe objekti arrin një temperaturë që pasqyron ekuilibrin midis energjisë që thith dhe energjisë që lëshon. Në universin ton, larg nga yjet, ai ekuilibër bie në pak gradë mbi zeros absolut. Në universin ton, larg nga yjet, ai ekuilibër bie në pak gradë mbi zeros absolute. Por çfarë ndodh kur shkojmë në skajin tjetër të shkallës? Çfarë ndodh kur temperaturat bien aq shumë sa vetë natyra e materjes fillon të ndryshojë? Në vitin 1908, fizikani holandez Heike Kamerlingh Onnes arriti diçka që askush nuk e kishte bërë më parë. Ai ftohte heliumin e lëngshëm në 4.2 gradë mbi zeros absolute. Dhe në atë temperaturë, ai zbuloi se rezistenca elektrike e mërkurit zhduket plotësisht. Jo vetëm që bie, jo vetëm që zvoglohet, po zhduket krejtësisht në zero. Një rrëm e vendosur në lëvizje në një unaz superudhëzuese do të vazhdonte të rrjedhë përgjithmonë, pa humbje energjie, pa fërkim, pa asnjë mekanizëm ndalimi. Kjo ishte zbulimi i superudhëzimit, dhe ai hapi një dritare drejt një bote ku rregullat normale të materjes nuk zbatohen më. Por superudhëzimi nuk është fenomeni i vetëm i çuditshëm që shfaqet në temperatura afër zeros absolute.
Ekziston edhe një gjë që quhet superfluidity. Kur heliumi ftohesh në 2 grad Kelvin, ai zhdarohet në një lëngje që rrjet pa asnjë viskozitet. Ai mund të ngjitet në muret e një kontejneri. Ai mund të rrjet përmes qarjeve kaq të vogla sa asnjë lëngje tjetër nuk mund të kalojë. Dhe nëse e vendosni atë në rrotullim, ai do të rrotullohet përgjithmonë me shpejtësi konstante. Këto nuk janë anomali të vogla. Këto janë transformime fundamentale të natyrës së materjes. Sepse në temperatura normale, atomet silemi si grinca individuale. Çdo atom ka trajtoren e vet. Çdo atom godet të tjerat në mënyrë rastësore. Por kur temperatura bie aq ulët sa energjia kinetike bëhet e papërfillshme, diçka e mahniqme ndodh. Atomet fillojnë të humbasin individualitetin e tyre. Funksionet e tyre valësore fillojnë të mbivendosen dhe në një temperaturë kritike, të gjithë atomet në mostër shkrin në një gjendje të vetme kuantike. Ata veprojnë si një entitet i vetëm gjigant. Kjo gjendje quhet kondensati Bose-Einstein. Dhe ajo u parashikua nga Satyendra Nath Bose dhe Albert Einstein në vitet 20 të shekullit të 20, por u prodhua në laborator vetëm në vitin 1995. Shkencëtarët Erik Cornell dhe Carl Wieman ftohen një re atomesh rubidiumi në një frakt shumë të vogël të një shkalle mbi zeros absolute. Dhe për disa sekonda, ata krijuar një gjendje të materjes që nuk ekziston askund natyrisht në univers. Mendoni për ata. Universi ynë, i mbushur me triliona yje, me galaksi që përmbajnë qindra miliarda sistemeve diellore, me temperatura që shtrihen nga 11 trilion grad në momentin e Big Bangut deri në 3 grad sot, dhe megjithatë, gjendja më egzotike e materjes kërkon një laborator në tokë. Kërkon teknologji lazer, kërkon fusha magnetike, kërkon një kontroll preciz të çdo parametri, sepse natyra vet nuk shkon spontan në këto temperatura. Por pse? Pse universi ka një temperaturë më të ulët dhe nuk shkon më poshtë? Përgjigjja qëndron në natyrën e rrezatimit kozmik të sfondit. Ai rrezatim nuk është thjesht një relikt i Big Bangut. Ai është një detet termik që fundja universin ton. Çdo pikë e hapësirës, sado e largët, sado e zbrazët, është e zhytur në këtë dritë të zbeth mikroval. Dhe kjo dritë krijon një kufis të poshtme efektive për temperaturën e çdo objekti që ndodhet në hapësirë për një kohë të gjatë. Imagjinoni një objekt që lëshohet në hapësirë ndryshore, larg nga të gjithë yjet, larg nga çdo burim rrezatimi. Ai objekt do të fillonte të ftohet duke lëshuar rrezatimin frat të kuq. Temperatura e tij do të binte dhe do të vazhdonte të binte derisa intensiteti i rrezatimit që lëshon barazohet me intensitetin e rrezatimit kozmik të sfondit që thith. Në atë pikë, ai do të arrinte -270.5 grad. Dhe nuk do të mund të shkonte më poshtë pa një mekanizëm aktiv ftosi. Kjo do të thotë se -270.5 grad nuk është temperatura më e ulët e mundshme, por është temperatura më e ulët natyrale në universin ton. Çdo objekt që lëshohet në hapësirë përfundimisht do të konvergjojë drejt kësaj vlere, dhe kjo vlerë vetë po zvoglohet ngadalë ndërsa universi vazhdon të shtrihet, sepse rrezatimi kozmik i sfondit po ftohet. Kur universi ishte gjysmë i matësisë aktuale, ky rrezatim kishte gjysmë të gjatësisë së valës aktuale. Kjo do të thotë 2 herë energjinë, kjo do të thotë 4 herë temperaturën. Universi në atë kohë kishte një temperaturë të sfondit rreth 6 grad mbi zeros absolute, dhe objektet e lëshuara në hapësirë do të kishin arritur atë temperaturë në vend të 3 gradëve të sotëm. Nëse shikojmë përpara në të ardhmen, ndërsa universi shtrihet edhe më shumë, rrezatimi kozmik i sfondit do të vazhdojë të hollet. Gjatësitë e valës do të rriten, energjia do të bjerë, dhe temperatura do të afrohet gjithnjë më shumë me zeros absolute. Në 1 trilion vjet, ajo mund të jetë një shkallë. Në 1 kuadrilion vjet, një fraktë e një shkalle, por nuk do të arrijë kurrë zeros absolute saktësisht, sepse ajo do të kërkojë një univers me madhësi të pafundme. Kjo na sjell te një nga kufizimet më të thella të fizikës. Ligji i tretë i termodinamikës thotë se është e pamundur të arrihet zeros absolute në një numër të fundëm hapash. Ju mund të afroheni sa të doni, mund të shkoni në një shkallë,
në 100 shkalle, në 1.000.000, por nuk do të arrini kur zero saktësisht, sepse çdo proces ftosi kërkon një diferencë temperature midis sistemit që po ftohet dhe mjedisit ku po hidhet nxehtësia. Ndërsa temperatura e sistemit afrohet me zeros absolute, diferenca bëhet gjithnjë më e vogël dhe efektiviteti i procesit bie në zero. Por ka një arsye edhe më thelbësore. Sipas mekanikës kuantike, çdo sistem ka diçka të quajtur energji e pikës zero. Edhe në zeros absolute, grimcat nuk ndalojnë plotësisht lëvizjen. Ato vazhdojnë të kenë luhatje kuantike. Këto luhatje nuk janë rezultati temperaturës, ato janë pasojë e parimit të pasigurisë së Heisenbergut. Nëse e dini saktësisht pozicionin e një grimce, nuk mund ta dini sasinë e lëvizjes së saj dhe anasjelltas. Kjo pasiguri i jep grimcës një nivel minimal energjie që nuk mund të hiqet. Mendoni për një lavjerës që varsohet nda një sust. Në temperatura normale, lavjerësi lëkundet para e mbrapa për shkak të energjisë termike, ndërsa temperatura bie, lëkundjet zvoglohen. Por edhe në zeros absolute, lavjerësi nuk do të ndaloj plotësisht. Ai do të vazhdoj të ketë luhatje kuantike rreth pozicionit të tij të ekuilibrit. Këto luhatje janë të vogla, por të matshme. Dhe ato përfaqësojnë një limit fundamental se sa mund të ftohet një sistem. Kjo energji e pikës zero ka pasoja fascinuese. Ajo do të thotë se vakumi vet nuk është vërtet i zbrazët. Edhe në hapësirë, larg nga çdo materie dhe rrezatim, fusha kuantike vazhdojnë të luhaten. Grimca virtuale shfaqen dhe zhduken në frakt të 1 sekonde. Ato marrin huazim energji nga vakumi, ekzistojnë për një kohë të shkurtër dhe pastaj kthehen në asgjë. Këto luhatje vakumi janë parashikuar nga teoria e fushave kuantike dhe ato janë verifikuar në eksperimente si efekti Casimir, ku 2 plaka metalike të vendosura shumë afër njëra tjetrës tërheqin njëra tjetrën për shkak të diferencës në luhatjet e vakumit midis plakave dhe jashtë tyre. Tani, imagjinoni të kombinoni të gjitha këto koncepte. Rrezatimi kozmik i sfondit që vendos një limit më të ulët për temperaturën e objekteve në hapësirë. Superudhëzimi dhe superfluidity që shfaqen në temperatura ekstreme. Kondensatet Bose-Einstein ku atomet humbasin individualitetin. Energjia e pikës zero që parandalon çdo sistem nga arritja e zeros absolute. Luhatjet e vakumit që bëjnë hapësirën e zbrazët të gjallë me aktivitet kuantik. Të gjitha këto janë pjesë të një mozaiku më të madh, një mozaik që tregon se temperatura nuk është thjesht një masë sa e nxehtë ose e ftohtë. Është diçka. Temperatura është një dritare drejt natyrës fundamentale të realitetit. Në vitin 2003, teleskopi hapësinor Wilkinson mati fluktuacionet e vogla në rrezatimin kozmik të sfondit me precizion të paprecedent. Këto fluktuacione janë ndryshime të vogla në temperaturë, vetëm disa 10.000 të një shkalle që reflektojnë dendësinë e materisë në universin e hershëm. Dhe nga këto fluktuacione, shkencëtarët mund të rekonstruojnë historinë e të gjithë universit. Ata mund të përcaktojnë moshën e tij, 14 miliard vjet. Ata mund të përcaktojnë përbërjen e tij, 5% materie normale, 27% materie e errët, 68% energji e errët. Ata mund të përcaktojnë se si galaktiket u formuan nga fluktuacionet e vogla të dendësisë që u zgjeruan nga gravitetit. Gjithë kjo informacion është koduar në temperaturën e rrezatimit që mbush universin, sepse temperatura bart gjurmë të historisë. Kur universi ishte 1 sekond i vjetër, temperatura ishte 10 miliard grad. Bërthama të protoneve dhe neutroneve sapo po fillonin të formoheshin nga një sup quarkesh dhe gluonesh. Kur ishte 3 minuta i vjetër, temperatura ishte 1 miliard grad. Bërthamat e lehta si hidrogjeni dhe heliumi po formoheshin nga bashkimi i protoneve dhe neutroneve. Kur ishte 310.000 vjet i vjetër, temperatura kishte rënë në 3.000 grad. Elektronet u kombinuan me bërthama për të formuar atomet neutrale, dhe universi u bë transparent për herë të parë. Fotonat që më parë godisnin vazhdimisht elektronat e lirë, tani mund të udhtonin lirshëm në përhapësirë. Ato fotonat janë ato që ne shohim sot si rrezatim kozmik i sfondit. Ato kanë udhtuar për 14 miliard vjet, duke u shtrirë, ndërsa universi u zgjerua, duke u ftohen nga 3000 grad në 3 grad. Ato janë drita më e vjetër në univers, dhe ato bartin imazhin më të vjetër të universit që ne mund ta shohim ndonjëherë.
Por këtu është pjesa që prishet intuitat tona. Ato fotionat nuk janë ftohur sepse kanë humbur energji në ndonjë substancë. Ato janë ftohur sepse vetë hapësira ku udhtojnë është zgjeruar. Gjatësia e valës së secilit foton është shtrirë bashkë me hapësirën, dhe energjia e fotonit është anasjelltas proporcionale me gjatësinë e valës. Kur gjatësia e valës dyfishohet, energjia gjysmohet. Kur universi u rrit 1000 herë, fotonat humbën 1000 herë energjinë e tyre. Kjo është arsyeja pse rrezatimi kozmik I sfondit është një dëshmi kaq e fortë për Big Bangun, sepse nëse universi ishte gjithmonë I ftohtë, nuk do të kishte asnjë arsye për këtë rrezatim të ekzistonte. Nëse universi ishte statik, fotonat nuk do të ishin shtrirë. Nëse universi ishte krijuar në gjendjen e tij aktuale, nuk do të kishte asnjë shpjegim për pse çdo drejtim që shikojmë ka saktësisht të njëjtën temperaturë, me një precicion prej 1 pjese në 100.000. Vetëm një univers që ka filluar nga një gjendje shumë e ngjethë, e dendur, dhe që është zgjeruar dhe është ftohur me kalimin e kohës, mund të prodhojë këtë model. Vetëm një Big Bang mund të shpjegojë pse temperatura e universit sot është 3 gradë në vend të 0, ose 100, ose 1 milion. Dhe kështu ne kthehemi te pyetja që filloi gjithçka. Pse hapësira është -270 gradë? Tani e kuptojmë se kjo pyetje ka shtresa mbi shtresa përgjigje. Shtresa e parë është se hapësira vetë nuk ka temperaturë, sepse nuk ka grimca. Shtresa e dytë është se objektet në hapësirë arrin një temperaturë ekuilibri duke ndërvepruar me rrezatimin përreth. Shtresa e tretë është se ky rrezatim përreth është rrezatimi kozmik I sfondit, një relikt I Big Bangut. Shtresa e katërt është se temperatura e këtij rrezatimi përcaktohet nga sa është zgjeruar universi që nga fillimi. Por ka edhe një shtresë më të thellë. Sepse kur pyesim pse universi ka zgjeruar saktësisht kaq shumë sa temperatura e sfondit është 3 gradë, ne po pyesim pse universi ka moshën që ka. Dhe kur pyesim pse universi ka këtë moshë, ne po hyjmë në territorin e pyetjeve që fizika ende nuk I ka përgjigjur plotësisht. Pse universi filloi? Çfarë kishte përpara Big Bangut? A do të zgjeroj përgjithmonë apo do të kolapsoj përsëri? A është ky vetmi univers? Apo ka një shumësi universish me vlera të ndryshme për konstante fundamentale? Këto janë pyetje që prekin kufijtë e njohurive tona, por çdo përgjigje që kemi gjetur deri tani është ardhur nga një kombinim I vëzhgjimeve të kujdesshme, eksperimenteve të zgjuara dhe zbatimit të rigoroz të ligjeve të njohura të fizikës. Ne kemi mësuar se temperatura është një masë e energjisë kinetike mesatare të grimcave. Ne kemi mësuar se energjia lëviz nga vende të nxehta në vende të ftohta përmes përqimit, konveksionit dhe rrezatimit. Ne kemi mësuar se rrezatimi mund të udhtojë nëpër vakum sepse nuk kërkon një medium. Ne kemi mësuar se atmosfera e tokës moderon temperaturat tona duke kapur energjinë që ndryshe do të largohej në hapësirë. Ne kemi mësuar se efekti I serrës është një pasojë domosdoshme e faktit se gazet si dioksidi I karbonit përthithin rrezatim infrat të kuq. Ne kemi mësuar se objektet në hapësirë mund të kenë temperatura shumë të ndryshme në varësi të ekspozimit të tyre ndaj rrezatimit. Ne kemi mësuar se superudhëzimi dhe superfluidity janë fenomene kuantike që shfaqen vetëm në temperatura ekstreme afër zeros absolut. Ne kemi mësuar se zeros absolut nuk mund të arrihet për shkak të energjisë së pikës zero dhe kufizimeve të proceseve termodinamike. Ne kemi mësuar se rrezatimi kozmik I sfondit është dëshmia më e drejtpërdrejtë që kemi për Big Bangun. Dhe ne kemi mësuar se temperatura e këtij rrezatimi na tregon diçka thelbësore për moshën dhe historinë e universit ton. Por çdo përgjigje që gjejmë nxit pyetje të reja. Çdo zbulim hap dyert drejt territoreve të panjohura. Dhe kjo është mënyra se si shkenca përparon. Jo duke arritur një përgjigje përfundimtare, por duke thelluar kuptimin ton një nivel në një kohë, duke zbuluar shtresa të reja kompleksiteti, duke gjetur lidhje midis fenomeneve që dikur dukeshin të palidhura. Dielli, me 15 milion gradë në bërtham, lëshon energji që udhton nëpër hapësirën që ne e quajmë -270 gradë. Por tani e kuptojmë se këto dy fakte nuk janë kontradiktore. Ato janë dy fytyrat e së njëjtës proces. Energjia që largohet nga dielli në formën e rrezatimit, mungesa e materjes në vakumin e hapësirës që do të mund të thithte atë energji,
dhe rezatimi kozmik I sfondit që vendos një limit më të ulët për temperaturën e çdo objekti që nuk ka një burim aktiv nxehtëseje. Ne jetojmë në një univers ku temperatura shtrihet nga gati zeros absolute deri në triliona grad në qendrat e yjeve neutrone, nga -270 grad në hapësirë deri në 15 milion grad në bërthamën e diellit, nga temperatura e dhomës që e mbështet jetën tonë deri në mjedise ku materia merr forma që nuk ekzistojnë askund tjetër. Dhe në çdo pikë të kësaj shkalle, ligjet e fizikës funksionojnë me precizion të përsosur, duke lidhur energjinë me temperaturën, duke lidhur temperaturën me lëvizjen, duke lidhur lëvizjen me rrezatimin, duke lidhur rrezatimin me historinë e vetë universit. Paradoksi filloi me një pyetje të thjeshtë. Pse hapësira është e ftohtë kur dielli është I nxehtë? Por përgjigja na çoi në një udhëtim që preku superudhëzimin, kondensatet Bose-Einstein, luhatjet e vakumit, zgjerimin kozmik dhe natyrën fundamentale të realitetit. Sepse në univers, asgjë nuk është e thjeshtë. Çdo fenomen që shohim është rezultati një dantele komplekse lidhjesh. Çdo pyetje që bëjmë hap dyert drejt një të kuptuari më të thellë. Dhe çdo përgjigje që gjejmë na kujton se ka ende aq shumë që nuk e dimë. Por kjo është bukuria e fizikës. Jo që na jep të gjitha përgjigjet, por që na mëson të bëjmë pyetjet e duhura. Të shikojmë përtej intuitat tona, të vëzhgojmë me kujdes, të matim me precizion, të mendojmë me rreptësi, dhe të pranojmë se universi është më I çuditshëm, më I pasur, më I habitshëm se sa mund të kishim imagjinuar ndonjëherë. Por le të ndalet një moment. Le të ndalet dhe të reflektojmë mbi atë që sapo kemi kalluar. Sepse e di saktësisht çfarë po mendoni. E di saktësisht ku po shkon mendja juaj në këtë pikë. Dhe duhet të adresoj këtë para se të vazhdojmë mëtej. Jeni duke menduar. Kjo tingëllon si pseudoshkencë. Kjo tingëllon si ato teoria konspirative që lexoni në forumet e errëta të internetit. Ky lloj pohimi për energjinë kozmike, për temperaturën që nuk ekziston, për vakumin që nuk është vërtet I zbrazët. Kjo tingëllon si diçka që dikush do ta shiste në një seminar për shërimin me kristale. Dhe e kuptoj plotësisht reagjimin tuaj. Sepse kemi jetuar nëpër një epokë ku kufiri midis shkencës dhe pseudoshkencës është bërë I turbullt. Ku njerëzit përdorin fjalë si kuantik dhe energji dhe frekuencë për të shitur të gjitha llojet e mashtrimeve. Ku çdo ide e çmendur vishet me gjuhën e fizikës për të tingëlluar legjitime. Por këtu është ndryshimi thelbësor që duhet ta kuptoni. Gjithçka që kam thënë deri në këtë pikë nuk është teori, nuk është spekulim, nuk është interpretim filozofik. Është fakt I verifikueshëm. Është shkencë e provuar. Është rezultati matjeve të sakta, eksperimenteve të përsëritura, vëzhgjimeve që janë konfirmuar nga qindra laborator në 10 vende gjatë dekadave. Kur them se temperatura e hapësirës është -270 grad, nuk po shpik një numër. Ky është një matje direkte e bërë nga instrumente që mund t'i kalibroni dhe verifikoni vetë. Kur them se rrezatimi kozmik I sfondit ekziston, nuk po propozoj një teori metafizike. Po përshkruaj një fenomen që çdo teleskop radio në planet e mat me precizion të jashtëzakonshëm. Kur them se superudhëzimi ekziston, nuk po flas për diçka mistike. Po përshkruaj një fenomen që shohim në laborator çdo ditë. Helium I lëngshëm, I ftohur në temperatura afër zeros absolute, vërtet rrjedh përmes materialeve poroze pa asnjë rezistencë. Vërtet ngjitet në muret e enës. Këto nuk janë metafora. Këto janë vëzhgjime fizike që mund t'i shihni me sytë tuaj. Kur them se kondensatet Bose-Einstein ekziston, nuk po flas për një ide teorike. Po përshkruaj një gjendje e materjes që është krijuar në mijëra laborator që nga viti 1995. Eric Cornell dhe Carl Wieman fituan çmimin Nobel për këtë punë, jo sepse propozuan një ide të bukur, por sepse arritën ta realizojnë atë në realitet. Dhe kur them se luhatjet e vakumit janë reale, nuk po flas për ndonjë forcë mistike të pakëndshme. Po përshkruaj parashikimet të teorisë së fushave kuantike që janë verifikuar në eksperimente si efekti Kazimir, ku dy plaka metalike tërheqin njëra tjetrën me forcë të matshme për shkak të diferencës në energjinë e vakumit midis tyre dhe përreth tyre. Çdo pohim që kam bërë ka prapa një mall të dhënash.
Ka prapa dekada hullumtimesh. Ka prapa përpjekjet kolektive të mjera shkencëtarëve që kanë përkushtuar jetën e tyre për të kuptuar këto fenomene. Nuk ka asgjë mistikoze këtu. Nuk ka asgjë që mbështetet në besim. Gjithçka mbështetet në matje, në eksperimente, në mundësinë për ta testuar çdo pretendim. Por fakti që disa njerëz keq përdorin gjuhën e fizikës për të shitur gjëra të rreme, nuk do të thotë se fizika vetë është e rreme. Fakti që dikush mund të flasë për energjinë kuantike në kontekstin e një produkti mashtruesi nuk e bën teorinë kuantike një mashtrim. Fakti që pseudoshkenca ekziston nuk e anullon shkencën reale. Dhe kjo është arsyeja pse reptësia është aq e rëndësishme. Kjo është arsyeja pse ne kërkojmë prova. Kjo është arsyeja pse ne kërkojmë rezultate të përsëritshme. Kjo është arsyeja se ne publikojmë metodat tona dhe I hapim ato për shqyrtim. Sepse ne e dim se nuk mjafton të themi diçka, duhet ta provosh atë. Kur shkencëtarët tanë se rrezatimi kozmik I sfondit ekziston, ata nuk e thanë atë sepse u dukej si një ide e bukur. Ata e thanë atë sepse teleskopët e tyre e detektuan atë, dhe pastaj mira teleskop të tjerë e detektuan të njëjtën gjë. Dhe pastaj satelitu nisën specifikisht për ta matur me precicion të paprecedent, dhe çdo matje konfirmoi të njëjtën gjë. 3 gradë Kelvin, nga çdo drejtim, me fluktuacione të vogla që korespondojnë me strukturën e universit të hershëm. Kjo është diferenca midis shkencës dhe pseudoshkencës. Shkenca bën parashikime specifike që mund të testohen. Pseudoshkenca bën pohime të paqarta që nuk mund të falsifikohen. Shkenca ndryshon kur provat e kundërshtojnë. Pseudoshkenca gjen justifikime për të mbrojtur besimin. Shkenca ndërtohet mbi skepticizëm, pseudoshkenca kërkon besim të verbër. Dhe kjo na kthen te pika qendrore e gjithë kësaj historie. Paradoksi që filluam me të nuk është një paradoks, sepse fizika është e gabuar. Është një paradoks sepse intuitat tona janë të gabuara. Ne kemi një model mental të gabuar për atë, që është temperatura. Ne mendojmë se nxehtësia është një substancë që rrjedh. Ne mendojmë se vakumi është thjesht asgjë. Ne mendojmë se energjia duhet të ketë një medium për të udhëtuar. Të gjitha këto supozime janë të gabuara. Dhe kur I korrigjojmë ato supozime me një kuptim të saktë të asaj që thot fizika, paradoksi zhduket. Nuk është më misterios që hapësira është e ftohtë ndërsa dielli është I nxehtë. Është thjesht një pasojë natyrore e faktit se temperatura është një veti e materjes, jo e vakumit. Dhe se rrezatimi mund të udhëtojë nëpër vakum pa e nxehur atë. Por tani duhet të shkojmë më thellë, sepse edhe pasi e kuptojmë mekanikën bazë të transferimit të energjisë, edhe pasi e kuptojmë se si rrezatimi funksionon, edhe pasi e kuptojmë se pse hapësira nuk ka temperaturë në kuptimin tradicional, mbetet një pyetje më thelbësore. Pse universi është ashtu siç është? Pse konstantet fundamentale të natyrës kanë vlerat që kanë? Pse forca e gravitetit është saktësisht aq e fortë sa është? Pse ngarkesa e elektronit është saktësisht ajo që është? Pse shpejtësia e dritës në vakum është saktësisht 300.000 kilometra në sekond? Këto nuk janë pyetje për të cilat fizika ka përgjigje të plota. Këto janë pyetje që prekin kufijtë e njohurive tona. Por ajo që e bën këto pyetje shkencore në vend që filozofike, është fakti se ne mund t'i formulojmë ato me precizion. Ne mund të matim vlerat e këtyre konstanteve me saktësi të jashtëzakonshme. Dhe ne mund të pyesim, çfarë do të ndodhte nëse ato ishin ndryshe? Dhe kjo na kthen te një nga zbuluesit më shqetësuese të fizikës moderne. Universi që ne banojmë duket të jetë I kalibruar në mënyrë të jashtëzakonshme për të lejuar ekzistencën e jetës. Nëse konstanta e gravitacionit do të ishte pak më e madhe, yjet do të digjeshin shumë shpejt dhe nuk do të kishte kohë për evolucionin. Nëse do të ishte pak më e vogël, yjet nuk do të mund të formoheshin fare. Nëse forca elektromagnetike do të ishte pak më e fortë, elektronet do të ishin lidhur shumë fort me bërthama dhe reaksionet kimike nuk do të ndodhnin. Nëse do të ishte pak më e dobët, atomet nuk do të mund të formonin molekula komplekse. Nëse forca nukleare e fortë do të ishte pak ndryshe, elementet e rënda nuk do të mund të formoheshin në yje. Kjo është ajo që shkencëtarët e quajnë problemin e rregullimit të imet. Universi duket të jetë rregulluar në mënyrë të hollë për të lejuar ekzistencën tonë. Por pse? A është kjo thjesht një rastësi e jashtëzakonshme?
A është një parakusht antropik? Fakti që ne mund të bëjmë këtë pyetje do të thotë se universi duhet të jetë në mënyrë që të lejojë ekzistencën tonë. A ka shumë universi me vlera të ndryshme të konstanteve dhe ne thjesht ndodhemi në një nga ato të rralla ku jeta është e mundur? Këto janë pyetje që shkencëtarët i debatojnë me pasion dhe ka argumente të mira në të gjitha anët. Disa argumentojnë se multiverse është një zgjidhje elegante. Nëse ka një numër i pafund universish me vlera të ndryshme për konstante fundamentale, atëherë nuk është befasuese që të paktën një nga ato do të ketë vlerat e duhura për jetën. Ne thjesht ndodhemi në atë sepse nuk mund të ekzistonim askund tjetër. Të tjerët argumentojnë se kjo është një shpjegim i papranueshëm. Që të postulosh një pafundësi universish për të shpjeguar një, është të largosh në ekonomia shkencore. Që të thuash se çdo gjë e mundshme ndodh diku, është të heqësh dorë nga aftësia për të bërë parashikime të testueshme. Por këtu është pika kritike që duhet ta mbani në mend. Pavarësisht se cila nga këto shpjegime përfundimisht do të jetë saktë, debati vetë është shkencor. Është i bazuar në logjik, është i bazuar në provë, është i bazuar në aftësinë për të formuluar hipoteza të testueshme. Dhe kjo na kthen te diferenca midis pyetjeve që shkenca mund t'i përgjigjet dhe pyetjeve që shkenca nuk mund t'i përgjigjet ende. Shkenca mund të na tregojë se si funksionon universi. Mund të na tregojë se cilat janë ligjet që qeverisin sjelljen e materjes dhe energjisë. Mund të na tregojë se si këto ligje cuan në formimin e yjeve, planetëve dhe përfundimisht jetës. Por shkenca nuk mund të na tregojë pse këto ligje ekzistojnë në vend të ligjeve të tjera. Nuk mund të na tregojë pse diçka ekziston në vend të asgjëje. Këto janë pyetje që prekin kufijtë e metodës shkencore, jo sepse shkenca është e dobët, por sepse këto pyetje mund të mos kenë përgjigje brenda kornizës së asaj që mund të vëzhgojmë dhe testojmë. Por kjo nuk do të thotë se duhet të heqim dorë nga pyetja. Do të thotë se duhet të jemi të ndërgjegjshëm për kufizimet tona. Të jemi të ndërgjegjshëm për diferencën midis asaj që e dim, asaj që mund ta dim dhe asaj që mund të mos jetë e mundur ta dim kurrë. Dhe kjo na kthen te temperatura e hapësirës. Te ato -270 gradë që filluan këtë udhtim, sepse tani e kuptojmë se kjo temperaturë nuk është thjesht një fakt i rastësishëm, është një pasojë e historisë së universit. Është një pasojë e faktit se universi filloi nga një gjendje shumë e nqeftë, e dendur, dhe u zgjerua dhe u ftoh me kalimin e kohës. Është një pasojë e faktit se rrezatimi kozmik i sfondit, ato fotonat që u lëshuan kur universi ishte vetëm 380.000 vjet i vjetër, kanë udhëtuar përmes hapësirës së zgjeruar për 14 miliard vjet. Është një pasojë e faktit se gjatësia e valës së këtyre fotonave është shtrirë me faktorin 1100, duke ullur energjinë e tyre nga ajo që korespondon me 3000 gradë në atë që korespondon me 3 gradë. Çdo grimc në këtë zjarr të lashtë ka udhëtuar më shumë se çdo gjë tjetër në univers. Ka kaluar në përfaza të ndryshme të evolucionit kozmik, ka parë galaktiket të formohen, ka parë yjet të ndizen dhe të shuhen, ka parë planetet të kondensoheshin nga rreth e pluhurit. Dhe tani, pas 14 miliard vjetësh udhëtimi, ato fotonat arrin në instrumentet tona. Ato na tregojnë një histori, historinë e vetë universit. Dhe kjo histori është e koduar në temperaturën e tyre. Në faktin se ato përfaqësojnë 3 gradë mbi zeros absolute, në faktin se ato vijnë nga çdo drejtim me intensitet pothuajse identik, në faktin se ata kanë fluktuacione të vogla që korespondojnë me dendësinë e materisë në universin e hershëm. Kjo është bukuria e fizikës. Që nga një matje e thjesht, një numër i thjesht, ne mund të rekonstruojmë historinë e të gjithë universit. Që nga ato -270 gradë, ne mund të punojmë së prapti në për 14 miliard vjet dhe të arrim në momentin kur universi ishte aq i nxehtë sa materia siç e njohim nuk mund të ekzistonte. Por tani duhet të ballafaqohemi me një realitet të vështirë. Duhet të pranojmë se edhe me të gjithë këtë kuptim, edhe me të gjithë këtë njohuri, ka ende gjëra që nuk i dim. Ka ende mistere që nuk i kemi zgjidhur. Ka ende pyetje që nuk kemi përgjigjur. Nuk e dim çfarë është materia e errët. E dim se ekziston sepse shohim efektet e saj gravitacionale. Shohim galaktiket që rrotullohen shumë shpejt për të qenë mbajtur së bashku nga materia e dukshme vetëm. Shohim grumbuj galaktikash që lëvizin në mënyra që nuk mund të shpjegohen nga materia që mund ta shohim. Por nuk e dim se çfarë janë grincat që përbëjnë materien e errët. Nuk i kemi detektuar drejt për drejt kurrë. Nuk e dim çfarë është energjia e errët.
E dim se universi nuk po ngadalson thjesht në zgjerimin e tij. Ai po përshpejton. Galaktiket po largohen nga ne me shpejtësi gjithnjë më të mëdha. Diçka po shtyn hapësirën vetë të zgjerohet më shpejt, por nuk e dim se çfarë është ajo diçka. E quajmë energji e errët, por ky emër është thjesht një etiket për dijen tonë të paplot. Nuk e dim se çfarë ndodhi në momentin e saktë të Big Bangut. E dim se çfarë ndodhi një fraksion sekonde pas tij, por vetë momenti i fillimit mbetet i paqartë. Ligjet e fizikës që njohim tyhen në ato kushte ekstreme. Graviteti kuantik, bashkimi i relativitetit të përgjithshëm dhe mekanikës kuantike, mbetet një teori e pakomplektuar. Nuk e dim nëse ka universi të tjera. Nuk e dim nëse konstantet fundamentale të natyrës mund të jenë ndryshe diku tjetër. Nuk e dim nëse universi ynë është i vetmi apo një nga shumë. Këto janë pyetje të hapura. Pyetje që shkencëtarët po punojnë për t'i përgjigjur. Por fakti që ka pyetje të hapura nuk do të thotë se nuk e dim asgjë. Do të thotë se kemi arritur në kufijtë e njohurive tona aktuale, dhe kjo është saktësisht aty ku shkenca bëhet më emocionuese. Sepse është në këto kufi ku zbulimet e reja ndodhin, është në këto kufi ku kuptimi ynë shtohet. Dhe kjo është arsyeja pse skepticizmi është aq i rëndësishëm. Jo skepticizmi që hedh poshtë gjithçka, por skepticizmi që kërkon prova, që bën pyetje të vështira, që kërkon të verifikojë çdo pretendim. Sepse është ky lloj skepticizmi që na ka çuar ku jemi sot. Kur Arno Penzias dhe Robert Wilson zbuluan në rrezatimin kozmik të sfondit, ata nuk e pranuan menjëherë si një zbulim kozmik. Ata menduan se ishte një problem me pajisjen e tyre. Ata kërkuan çdo shpjegim alternativ të mundshëm. Vetëm pasi eliminuan çdo mundësi tjetër, vetëm pasi konsultuan me kolegë, vetëm pasi konfirmuan matjet përsëri dhe përsëri, ata e pranuan se kishin zbuluar diçka thelbësore. Ky është standardi që shkenca kërkon. Jo besim i verbër, por konfirmim i kujdesshëm. Jo pranime të shpejta, por verifikim i ngadalt. Jo pohime të mëdha pa prova, por pretendime modeste të bazuara në të dhëna solide. Dhe kur zbulimet e reja ndodhin, ato nuk thejnë gjithçka që kemi mësuar më parë. Ato ndërtojnë mbitë. Teoria e relativitetit të Einsteinit nuk e hodhi poshtë fizikën e Newtonit. Ajo e zgjeroi atë. Tregoi se fizika e Newtonit është një rast i veçantë që funksionon sakt në kushte të zakonshme, por në shpejtësi të larta ose fusha të forta gravitacionale nevojiten korrektime. Mekanika kuantike nuk e hodhi poshtë fizikën klasike. Ajo tregoi se fizika klasike është një parafrim që funksionon mirë në shkallë makroskopike, por në shkallë atomike dhe nënatomike, ligjet e mekanikës kuantike janë ato që qeverisin. Çdo teori e re përfshin teoritë e vjetra si raste të veçanta. Çdo zbulim i ri shton në thellësinë e kuptimit ton pa e anuluar atë që kemi mësuar më parë. Kjo është arsyeja pse shkenca përparon, jo duke e zvendësuar të vërtetën me një të vërtetë tjetër, por duke shtuar shtresa të reja detaji, duke zbuluar kufizime të modeleve të vjetra, duke ndërtuar teori më gjithëpërfshirëse. Dhe kjo na kthen te pyetja që duhet ta bëjmë tani. Ku po na çon e gjithë kjo njohuri? Çfarë kuptimi ka të dish se temperatura e hapësirës është -270 gradë? Çfarë kuptimi ka të dish se rrezatimi kozmik i sfondit ekziston? Çfarë kuptimi ka të dish se universi filloi nga një gjendje e ngjethë, e dendur, dhe është zgjeruar për 14 miliard vjet? Përgjigjja është se kjo njohuri na ndryshon mënyrën se si shohim vendin tonë në univers. Na tregon se nuk jemi në qendër të gjithçkaje. Na tregon se jemi pjesë e një historie shumë më të madhe. Na tregon se elementet që përbëjnë trupat tanë u formuan në brendësi të yjeve që vdiqen miliarda vjet më parë. Na tregon se jeta në tokë është e mundur vetëm për shkak të një sërë rretësh të jashtëzakonshme. Sepse ndodhemi në distancën e duhur nga dielli. Sepse kemi një atmosferë që moderon temperaturat. Sepse kemi një fushë magnetike që na mbron nga rrezatimi. Sepse kemi oqeane që transportojnë nxehtësi. Sepse kemi një cikël karboni që rregullon gazet serë. Të gjithë këta faktorë punojnë së bashku për të krijuar një planet të banue. Dhe kuptimi i këtyre faktorëve na jep aftësinë për të mbrojtur atë që kemi, për të kuptuar se si veprimet tona ndikojnë në sistemin e delikat që mbështet jetën, për të parë se si shtimi i gazeve serë në atmosferë ndryshon bilancin termik të planetit. Kjo nuk është shkencë abstrakte,
Kjo është njohuri me pasoja praktike, njohuri që ndikon në vendime që marrim si shoqëri, njohuri që përcakton të ardhmen e specieve tona dhe të planetit ton. Por më shumë se kaq, kjo njohuri na jep një sens përgjegjësie, na tregon se jemi pjesë e një univers që ka ekzistuar shumë përpara nesh dhe do të vazhdojë shumë pas nesh. Na tregon se çdo atom në trupat tan ka një histori që shtrihet mbrapsht në kohën kur universi ishte i ri. Na tregon se ne jemi, në kuptimin më literal, pluhur yjesh. Jemi mbeturina e proceseve nukleore që ndodhen në zemrat e yjeve të vdekur. Dhe ka diçka thellësisht të bukur në këtë realizim, diçka që na lidh me të gjithë universin, diçka që na bën pjesë të një historie më të madhe se vetja jon. Jemi pjesë e një procesi që filloi 14 miliard vjet më parë me një çast shpërthimi, që vazhdoi në përformimin e yjeve të parë, galaktikave të parë, planeteve të parë. Qëtësoi në zhvillimin e jetës në të paktën një planet në këtë univers të gjerë. Dhe ne, krijesat e vetëdijshme që jemi rezultati këtij procesi, tani kemi aftësinë për ta kuptuar atë. Për të parë se si gjithçka lidhet, për të zbuluar ligjet që qeverisin veprimet e materjes dhe energjisë, për të matur temperaturën e rrezatimit që vjen nga skajet e universit të vëzhgueshëm, për të lecuar mesazhet e koduara në atë rrezatim. Kjo është triumfi i mendjes njerëzore. Jo që kemi të gjitha përgjigjet, por që kemi aftësinë për të bërë pyetjet e duhura, që kemi aftësinë për të ndërtuar instrumente që shtrin ndjeshmërinë e shqisave tona, që kemi aftësinë për të bashkëpunuar nëpër gjenerata, për të ndërtuar një korp të përbashkët njohurie që të i kalon jetën e çdo individi. Shkenca është një ndërmarrje kolektive. Asnjë shkencëtar i vetëm nuk e ka zbuluar të gjitha atë që e dim. Çdo zbulim është ndërtuar mbi punën e atyre që erdhën më parë. Çdo teori është rafinuar nga kontributet e mira mendjes. Çdo matje është bërë mundur nga teknologjia që u zhvillua përmes përpjekjeve të përbashkëta. Dhe kjo është arsyeja pse shkenca funksionon. Jo sepse shkencëtarët janë më të zgjuar se të tjerët, por sepse ata kanë ndërtuar një sistem që korrigjon gabimet, një sistem që kërkon përsëritje, një sistem që kërkon peer review, një sistem që shpërblen ata që mund të provojnë se idetë e pranuara janë të gabuara. Në shkencë nuk ka autoritet përfundimtar. Nuk ka tekst të shenjtë që nuk mund të kundërshtohet. Nuk ka dogmë që nuk mund të rishikohet. Çdo teori është e hapur për shqyrtim. Çdo eksperiment është i hapur për riprodhim. Çdo pretendim është i hapur për testim. Kjo është forca e metodës shkencore. Dhe kjo është arsyeja pse shkenca ka arritur të zbulojë aq shumë për universin në një kohë relativisht të shkurtër. Që nga Galileo, përmes teleskopit të tij të parë në fillim të shekullit të 17, deri te teleskopët hapësinor modern që matin rrezatimin nga miliarda vjet dritë larg, ne kemi vazhduar ta zgjerojmë horizontin e njohurive tona. Dhe në çdo hap të kësaj rruge, ne kemi zbuluar se universi është më i madh, më i vjetër, më kompleks se sa imagjinonim. Kemi zbuluar se ne nuk jemi në qendër, se toka nuk është qendra e sistemit diellor, se dielli nuk është në qendër të galaktikës, se galaktika jon është 1 nga miliarda. Kemi zbuluar se drita ka shpejtësi të fundme, se koha nuk është absolute, se hapësira mund të lakohet nga graviteti, se materia dhe energjia janë të shkëmbyeshme, se grimcat veprojnë si valë, se vëzhgjimi ndikon në atë që vëzhgohet në shkallë kuantike. Çdo zbulim ka zgjeruar kuptimin ton, dhe çdo zgjerim ka na bërë më të përullur, sepse me çdo përgjigje që gjejmë, shohim sa shumë pyetje të tjera mbeten. Me çdo mistere që zgjidhim, zbulojmë mistere të reja, por kjo nuk është arsye për zhgënjim. Kjo është arsye për optimizëm, sepse do të thotë se do të ketë gjithmonë më shumë për të zbuluar, do të ketë gjithmonë froni të rinj për të eksploruar, do të ketë gjithmonë pyetje të reja për të pyetur. Dhe kur shikojmë prapa në udhëtimin që bëm që nga pyetja fillestare, se hapësira është -270 gradë, kur dielli është 15 milion gradë, shohim se përgjigja na çoi shumë më thellë se sa pretendinim. Na çoi në natyrën e temperaturës vetë, në mekanizmat e transferimit të energjisë, në historinë e universit, në kufirin e njohurive tona. Dhe tani, në kulmin e kësaj shpjegimi, qëndrojmë në këtë pikë,
ku shkenca takon filozofin, ku faktet takojnë kuptimin, ku kuptimi takojnë pyetjet për qëllimin dhe vendin ton. Sepse në fund, shkenca na tregon se si. Por ne duhet të vendosim se çfarë të bëjmë me atë njohuri. Shkenca na tregon se universi është 14 miliard vjet i vjetër, por ne duhet të vendosim se çfarë kuptimi ka kjo për jetët tona. Shkenca na tregon se jemi të lidhur me të gjithë universin, por ne duhet të vendosim se si të jetojmë në dritën e këtij kuptimi. Dhe kjo është pikërisht aty ku do të na çojë pjesa përfundimtare e kësaj historie, jo në më shumë fakte, por në reflektimin mbi atë që këto fakte do të thonë. Mbi se si ky kuptim ndryshon perspektivën tonë, mbi se si kjo njohuri na formon si qenie njerëzore. Sepse paradoksi që filluam me të, ishte vetëm një derë hyrëse, një pyetje që na tërhoqi në një botë më të thellë kuptimi, një mundësi për të parë përtej sipërfaqes së gjërave, për të kuptuar se realiteti është shumë më i pasur, shumë më i ndërlikuar, shumë më i mahniqëm se sa duket në shikim të parë. Dhe ndërsa qëndrojmë këtu, në këtë pikë të kuptimit, duhet të pranojmë diçka thelbësore. Diçka që shpesh harrohet në mes të gjitha formulave dhe matjeve dhe teorive. Ne nuk e dim gjithçka. Ne nuk e dim asafërsisht gjithçka. Për çdo pyetje që kemi përgjigjur, ka 10 të tjera që mbeten pa përgjigje. Për çdo mistere që kemi zgjidhur, ka qindra që ende na shikojnë. Mendoni për këtë. Ne e dim se rrezatimi kozmik i sfondit ekziston. Ne mund ta matim temperaturën e tij me precizion të jashtëzakonshëm, 3 gradë mbi zeros absolute. Por ne nuk e dim plotësisht çfarë shkaktoi Big Bangun. Ne nuk e dim se çfarë kishte përpara atij çasti fillimtar, nëse koncepti përpara ka kuptim fare. Ne nuk e dim pse ligjet e fizikës janë pikërisht ato që janë, pse graviteti ka forcën që ka, pse drita udhëton me shpejtësinë që udhëton, pse elektroni ka masën që ka. Ne mund të matim këto konstante me saktësi të mahniqme, por ne nuk mund të shpjegojmë pse ato kanë vlerat që kanë. A janë të rastësishme? A janë pasojë të një teorie më thellësore që ende nuk e kemi zbuluar? A janë të zgjedhura nga një proces selektiv në një shumësi universish? Këto janë pyetje të hapura, pyetje që shkencëtarët po punojnë mbi to çdo ditë, por përgjigjet ende na shpëtojnë. Më thellë, ka materie e errët. Ne e dim se ekziston sepse shohim efektet e saj gravitacionale. Galaktikët rrotullohen më shpejt se sa duhet, bazuar në materien që mund ta shohim. Klasteret e galaktikave mbahen së bashku nga një forcë gravitacionale që nuk mund të shpjegohet vetëm nga materia e dukshme. Por ne nuk e dim se çfarë është materia e errët. Ne nuk e dim nga çfarë është bërë. Ne nuk kemi zbuluar asnjë grimc materie të errët në asnjë eksperiment deri më tani. Kemi teori, kemi kandidat, por asnjë konfirmim definitiv. Dhe pastaj ka energjinë e errët, diçka edhe më misterioze. Ne e dim se universi po përshpejton. Galaktiket po largohen nga njëra tjetra gjithnjë më shpejt. Kjo nuk duhet të ndodhë. Graviteti duhet të ngadalsojë zgjerimin, por në vend të kësaj, diçka po e shtin universin të zgjerohet gjithnjë më shpejt. Ne e quajmë këtë diçka energji e errët, por emri është vetëm një mënyrë për të pranuar ignorancën tonë. Ne nuk e dim se çfarë është, ne nuk e dim nga vjen, ne nuk e dim pse ka forcën që ka. Këto nuk janë detaje të vogla, këto janë përbërësit kryesor të universit. 68% e universit është energji e errët, 27% është materie e errët, vetëm 5% është materia normale që ne mund ta shohim dhe ta prekemi. Kjo do të thotë se 95% e universit është bërë nga diçka që ne nuk e kuptojmë plotësisht. 95%. Lëreni këtë të fundoset për një moment. Ne kemi ndërtuar një kuptim të mahniqëm të shumë aspekteve të universit. Ne mund të parashikojmë lëvizjen e planetëve me precizion. Ne mund të llogarisim se si yjet evoluojnë. Ne mund të shpjegojmë se si elementet formohen. Ne mund të matim temperaturën e rrezatimit që vjen nga skaji i universit të vëzhgueshëm. Por thuajse gjithçka që përbën universin mbetet një mister për ne. Dhe kjo nuk është një dështim i shkencës. Kjo është një dëshmi e së vërtetës së shkencës. Sepse shkenca e vërtet nuk pretendon se e di gjithçka. Shkenca e vërtet e pranon ignorancën e saj. Shkenca e vërtet është modeste për kufizimin e saj.
Kjo është ajo që e dallon shkencën nga dogma. Kjo është ajo që e bën shkencën një përpjekje të sinqertë për të kuptuar realitetin në vend të një koleksioni pohimesh pa prova. Kur një shkencëtar thot ne nuk e dim, ajo nuk është dobësi, është forcë, është sinqeritet, është pika fillestare për kërkime të reja. Sepse vetëm duke pranuar se nuk e dim diçka, ne mund të fillojmë ta kërkojmë atë. Vetëm duke pranuar kufizimet e njohurive tona aktuale, ne mund të punojmë për t'i zgjeruar ato kufizime. Por ka edhe pyetje më thelbësore që mbeten pa përgjigje. Pyetje që prekin natyrën e vetë realitetit. Çfarë është koha? Ne mund ta matim kohën. Ne mund ta ndajmë në sekonda dhe minuta dhe orë. Por çfarë është ajo vërtet? Pse koha duket se rrjedh vetëm në një drejtim? Pse kujtojmë të kaluarën, por jo të ardhmen? Pse ligjet e fizikës në nivelin fundamental janë simetrike në kohë, por ne përjetojmë një shigjetë të qartë të kohës? Çfarë është ndërgjegja? Ne e dim se trurit ton janë rrjete komplekse prej rreth 100 miliard neuronesh. Ne e dim se këto neurone komunikojnë përmes sinjaleve elektrike dhe kimike. Por si shndërrohet ky aktivitet fizik në përvojën subjektive të qenit të vetëdijshëm? Si krijojnë ndjenjat neurotransmetueset? Si krijon kujtesën ndezja e qarkeve? Si krijon shpirtin mishi? Kjo quhet problemi i vështirë i ndërgjegjes dhe është një nga pyetjet më të mëdha të hapura në shkencë. Ne mund të studiojmë korelacionet midis aktivitetit të trurit dhe përvojës mendore, por korelacioni nuk është shpjegim. Të dish se një zonë e caktuar e trurit aktivizohet kur ndjejmë dhimbje, nuk shpjegon pse aktivizimi i atyre neuroneve ndihet si diçka. Pse ka diçka që është jeshti? Pse nuk jemi thjesht robot pa përvojë të brendshme? Këto janë pyetje që filozofët kanë pyetur për mijëra vjet. Dhe shkenca moderne po i afrohet këtyre pyetjeve me mjete të reja, me imazhe të trurit, me eksperimente neurale, me modele llogaritse. Por ne ende nuk kemi një përgjigje gjithëpërfshirëse. Ende nuk e kuptojmë plotësisht se si lind ndërgjegja nga materia, apo nëse ajo vërtet lind nga materia, apo nëse ka diçka tjetër që na mungon. Dhe pastaj ka pyetje për natyrën e realitetit vet. A është realiteti deterministik apo probabilistik? Në shkallë kuantike shohim se rezultatet e matjeve janë në thelb të rastësishme. Mekanika kuantike na jep probabilitete, jo siguritë. Por a do të thotë kjo se universi në nivelin më themelor është i rastësishëm? Apo ka variabla të fshehura që ne ende nuk i kemi zbuluar? Apo është interpretimi shumë botëve i sakt dhe çdo rezultat i mundshëm ndodh në një degë të ndryshme të realitetit? Këto nuk janë pyetje që mund të përgjigjen lehtë. Këto janë pyetje që prekin kufijtë e asaj që mund të dimë. Dhe ka mundësi që disa prej tyre të mos kenë përgjigje. Ka mundësi që disa aspekte të realitetit të jenë në thelb të papërshkrueshme. Ka mundësi që të jetë kufizime në atë që mund të kuptojmë me mendjet tona të formsuara nga evolucioni për të mbijetuar në një mjedis afrikan, jo për të kuptuar mekanikën kuantike apo natyrën e kohës. Por kjo nuk duhet të na dekurajojë. Kjo duhet të na bëjë më të prullur dhe më kureshtar, sepse edhe nëse ka kufizime në atë që mund të dim, ne ende nuk i kemi arritur ato kufizime. Ne ende po zbulojmë gjëra të reja. Ne ende po zgjerojmë kuptimin ton. Ne ende po ndërtojmë instrumente më të fuqishme, teori më të sakta, eksperimente më të sofistikuara. Ve çdo hap përpara, edhe nëse është i vogël, na jep një pamje më të qartë të universit që na rrethon. Çdo zbulim, edhe nëse ngre pyetje të reja, na jep një bazë më të fortë për t'u ngjitur më lart. Çdo teori, edhe nëse më vonë rafinohet apo zëvendësohet, na çon më afër së vërtetës. Kjo është qëllimi i shkencës, jo të arrijë një përgjigje përfundimtare, por të vazhdoj të bëj progres, të vazhdoj të mësoj, të vazhdoj të zbuloj. Sepse universi është i gjerë dhe i thellë. Dhe ne kemi filluar sapo të gërmojmë sipërfaqen e tij. Kemi filluar sapo të shikojmë përtej horizontit ton të ngushtë. Kemi filluar sapo të kuptojmë se sa shumë më ka për të zbuluar. Dhe tani, ndërsa afrohemi në fund të këtij udhëtimi, duhet të kthehemi te pika ku filluam. Kujtoni pyetjen që hapi këtë eksplorim? Pse hapësira është -270 grad, kur dielli është 15 milion grad? Në shikim të parë, kjo duket si një kundërshtim i thjeshtë, një paradoks që kërkon një përgjigje të drejtë për drejtë. Por ndërsa zhytemi më thellë, zbuluam se përgjigja nuk ishte e thjeshtë fare. Zbuluam se temperatura nuk është një substancë që mbush hapësirën.
Zbuluam se temperatura është një veti e materies, jo e vakumit. Zbuluam se energjia mund të udhtoj përmes hapësirës pa e ngrohur atë hapësirë. Zbuluam se objektet në hapësirë arrin temperatura që varen nga ekuilibri i tyre me rrezatimin përreth. Zbuluam se ky rrezatim përreth është një relikt i Big Bangut, një shkëlqim i zbehtë që mbush të gjithë universin. Por më e rëndësishmja, zbuluam se pyetja fillestare ishte thjesht një derë hyrëse, një mënyrë për të hyrë në një botë shumë më të pasur kuptimi, një mundësi për të eksploruar se si energjia lëviz, se si materia vepron, se si universi evoluon, se si jeta ekziston. Çdo përgjigje që gjetëm na çoi në pyetje të reja, çdo shpjegim hapi dyer të reja, çdo kuptim zbuloi horizontet më të gjera. Dhe kjo është natyra e kuriozitetit njerëzor. Ne nuk jemi të kënaqur me përgjigje sipërfaqësore. Ne duam të dimë pse. Ne duam të kuptojmë se si. Ne duam të shikojmë përtej asaj që është e dukshme, drejt asaj që është e fshehur. Kjo është ajo që na bën njerëz. Jo fuqia jon fizike, jo shpejtësia jon, por aftësia jon për të pyetur, për të vëzhguar, për të arsyetuar, për të kuptuar. Dhe kur vështrojmë universin me këtë kuriozitet, zbulojmë se çdo gjë është e lidhur. Zbulojmë se temperatura e hapësirës lidhet me historinë e universit. Zbulojmë se ekzistenca jon lidhet me jetën e yjeve të vdekur. Zbulojmë se çdo frymë që marrim përmban atome që kanë qenë në gjëra të tjera, vende të tjera, kohëra të tjera. Zbulojmë se ne nuk jemi të veçuar nga universi. Ne jemi pjesë e tij. Çdo atom karboni në trupat tanë u formua në zemrën e një illi. Çdo atom oksigjen u krijua kur ai il shpërtheu në një supernova. Çdo atom azot në ADN në ton, çdo atom kalcium në kockat tona, çdo atom hekur në gjakun ton, të gjitha ata kanë një histori kozmike. Ata kanë udhëtuar përmes hapësirës për miliarda vjet përpara se të bëheshin pjesë jona. Dhe një ditë kur ne të vdesim, këta atome do të kthehen në univers. Do të shpërndahen përsëri, do të bëhen pjesë e diçkaje tjetër, një pemë, një re, një qenie tjetër. Universi riciklon veten vazhdimisht. Asgjë nuk humbet, asgjë nuk krijohet nga hiçi. Çdo gjë transformohet, çdo gjë lëviz nga një formë në tjetrën, dhe kjo na jep një perspektivë të re mbi ekzistencën tonë. Ne nuk jemi krijime të veçanta, të shkëputura nga të gjitha të tjerat. Ne jemi valë në oqeanin kozmik, forma të përkohshme që dalin nga proceset e universit dhe pastaj zbejnë përsëri. Por ndërsa jemi këtu, ndërsa kemi këtë moment ekzistance të ndërgjeshme, kemi aftësinë për të kuptuar, për të mrekulluar, për të reflektuar mbi natyrën e realitetit vet. Mendoni për këtë për një moment. Universi filloi si një pikë e pafundme, e dentë dhe e ngjehtë. Askush nuk e di pse. Ai u zgjerua me shpejtësi të mahniqme, formoi grincat e para, pastaj atomet e para, pastaj jetë e parë, pastaj galaktiket e para. Në një nga këto galaksike, në një yll mesatar, formuan planet. Në një nga këta planet, kushtet ishin pikrisht të duhura për jetën. Jeta u shfaq, evoluoi, u bë gjithnjë më komplekse, dhe në fund, pas miliarda vjetësh, u shfaq një specie që kishte aftësinë për të kuptuar universin që e krijoi atë. Ne jemi universi që po bëhet i vetëdijshëm për veten. Ne jemi mënyra që kozmosi po vëzgon veten. Ne jemi procesi me të cilin realiteti po përpiqet të kuptojë natyrën e vet. Dhe ka diçka thellësisht të çuditshme dhe të bukur në këtë. Diçka që duhet të na mbush me një sens përgjegjësie dhe mrekullim. Sepse ne nuk jemi thjesht spektator pasiv. Ne jemi pjesëmarrës aktiv. Veprimet tona kanë pasoja. Zgjedhjet tona kanë peshë. Mënyra se si trajtojmë planetin ton, njëri tjetrin, të ardhmen, të gjitha ato çështje. Sepse ne jemi, përsa e dim, i vetmi vend në univers ku materia ka organizuar veten në një mënyrë aq komplekse sa mund të reflektojë mbi ekzistencën e vet. Dhe kjo na kthen te temperatura e hapësirës. Te dielli me 15 milion grad, te minus 270 grad të vakumit, te zona e ngushtë e banueshmërisë, ku jeta mund të lulëzoj. Këto nuk janë thjesht fakte të shkëputura. Këto janë pjesë të një tablo më të madhe, një tablo që tregon se sa delikate dhe e çmuar është ekzistenca jonë. Ne jetojmë në një moment unik në histori. Për herë të parë në 14 miliard vjet,
Universi ka prodhuar qenie që mund ta kuptojnë historinë e vet. Për herë të parë, materia ka bërë një hap prapa dhe ka pyetur: nga vi? Ku po shkoj? Çfarë jam? Dhe përgjigjet që kemi gjetur, megjithse të papërsosura, megjithse të pakompletuara, janë të mahniqme. Ne e dim se jemi të bërë nga pluhurijesh. Ne e dim se universi është 14 miliard vjet i vjetër. Ne e dim se ai është shumë më i madh se sa mund të shohim. Ne e dim se ai po zgjerohet dhe po përshpejton. Ne e dim se ka qindra miliarda galaksike, secila me qindra miliarda yje. Ne e dim se ligjet e fizikës që qeverisin lëvizjen e planetëve janë të njëjtat ligje që qeverisin rënien e një molle. Ne e dim se drita që shohim sot nga yjet e largëta u lëshuan para se speciet tona të ekzistonte. Dhe çdo njohuri që kemi fituar na ka ndryshuar, na ka bërë më modest, na ka bërë më kureshtar, na ka bërë më të vetëdijshëm për vendin tonë në universin e gjerë. Na ka dhënë një përgjegjësi për të mbrojtur planetin e vetëm që e dim se mund të mbështesë jetën. Na ka dhënë një vlerësim për brishtësinë dhe bukurinë e ekzistencës. Por ka edhe diçka tjetër. Ka një sens se jemi pjesë e diçkaje shumë më të madhe se veten tonë, se jeta jonë individuale, megjithse e shkurtër, është lidhur me një histori që shtrinet mbrapsht në kohë, deri në fillimin e vet universit. Se çdo moment që përjetojmë është një pjesë e një tapet të gjerë që ka qenë duke u thurur për miliarda vjet. Dhe ndërsa qëndrojmë këtu, në këtë pikë të kuptimit, duhet të pyesim veten: çfarë do të bëjmë me këtë njohuri? Si do ta përdorim atë? A do të na bëjë më të mirë? A do të na ndihmojë të krijojmë një të ardhme që vlen të jetohet? A do të na frymëzojë të kujdesemi për planetin ton, për njëri tjetrin, për gjeneratat që do të vinë? Sepse në fund, shkenca nuk është thjesht mbledhjen e fakteve. Shkenca është për kuptim. Dhe kuptimi duhet të çojë në mençuri, në vendime më të mira, në një jetë më të pasur. Kuptimi. Ne nuk studiojmë universin thjesht për të mbledhur informacion. Ne studiojmë atë sepse dëshirojmë të dimë se kush jemi dhe ku përshtasemi. Dhe përgjigjja që shkenca na jep është njëkohësisht përullëse dhe ngritëse. Ne jemi të vegjël, ne jemi të përkohshëm. Ne jemi një grimc pluhuri në një univers që është aq i madh sa mendja jon mezi mund ta përfiturojë. Por ne jemi edhe diçka më shumë. Ne jemi pjesë e universit që mund të mendojë. Ne jemi mënyra që kozmosi po eksploron mundësitë e veta. Ne jemi dëshmitarët që vëzhgojnë mrekullinë e ekzistencës. Dhe kjo është arsyeja pse shkenca është e bukur. Jo sepse na jep të gjitha përgjigjet, por sepse na tregon se si të bëjmë pyetjet e duhura, sepse na mëson të shikojmë më thellë, sepse na frymëzon të ndurojmë më madhështor, sepse na lidh me diçka më të madhe se veten tonë. Kështu që ndërsa mbyllim këtë udhtim nga dielli deri te temperatura e hapësirës, nga Big Bangu deri te çasti i tanishëm, nga atomet deri te galaktikat, mos harroni këtë. Çdo pyetje që bëni është një hap drejt kuptimit më të thellë. Çdo kërkim pas së vërtetës është një akt i kurajes. Çdo përpjekje për të kuptuar universin është një mënyrë për të nderuar faktin të çuditshëm se ne jemi këtu fare. Ne nuk e dim gjithçka. Ne nuk do ta dim kurrë gjithçka. Por ne do të vazhdojmë të pyesim. Do të vazhdojmë të kërkojmë. Do të vazhdojmë të zbulojmë. Sepse kjo është natyra jonë. Kjo është ajo që na bën njerëz. Dhe kjo është dhurata më e madhe që universi na ka dhënë. Aftësinë për të mrekulluar, për të pyetur, për të kuptuar. Kështu që herën tjetër kur shikoni lart në qiell natën, kujtoni se çdo pikë drite është një diell, që çdo diell ka një histori, që disa nga ato dieje kanë vdekur shumë kohë përpara se drita e tyre të arrinte te ju, që elementet që përbëjnë trupin tuaj u krijuan në zemrat e yjeve të tillë, që jeni lidhur me të gjithë universin në mënyrë që shkencëtarët kanë filluar sapo ta kuptojnë. Dhe kujtoni se temperatura e hapësirës, ajo minus 270 gradë që duket aq e ftohtë, është në të vërtetë shenja e një universi që ka jetuar për 14 miliard vjet. Është temperatura e një kozmosi që është zgjeruar nga një gjendje të ngjehtë, të dendur, në një gjendje të ftohtë të hollë. Është dëshmia më e drejtë për drejtë që kemi për historinë e çdo gjëje që ekziston. Dhe ndërsa dielli vazhdon të djeq me 15 milion gradë në bërthamën e tij, duke shndërruar hidrogjenin në helium, duke lëshuar energji që udhton nëpër hapësirën e ftohtë për të na ngrohur këtu në tokë,
Mos harroni se ju jeni pjesë e këtij procesi. Ju jeni pjesë e ciklit kozmik. Ju jeni pjesë e historisë që filloi 14 miliard vjet më parë dhe vazhdon ende. Dhe kush e di se ku do të na çojë kjo histori? Kush e di se çfarë do të zbulojmë tjetrën? Kush e di se çfarë pyetjesh do të pyesim, çfarë përgjigjesh do të gjejmë, çfarë mrekullish do të shohim? E vetmja gjë që e dim me siguri është se universi është shumë më i çuditshëm, shumë më i pasur, shumë më i habitshëm se sa mund ta imagjinojmë. Dhe ajo është arsyeja më e mirë për të vazhduar të shikojmë, për të vazhduar të pyesim, për të vazhduar të mrekulluar. Sepse në fund, pyetjet janë gjithmonë më interesante se përgjigjet. Dhe udhëtimi drejt kuptimit është gjithmonë më i pasur se destinacioni. Kështu që vazhdoni të pyesni, vazhdoni të kërkoni, vazhdoni të mrekulluar. Sepse universi është në pritje dhe ka ende aq shumë për të zbuluar.